Nuk është në Indi as në ndonjë vend afrikan, por është një rrugë në lagjen Dardania në fushë Kosovë. Këto pamje të ngjasojnë pikërisht me ato vende nga gropat, mbeturinat e rruga e pashtruar si dhe pa trotuar. Veturat mezi kalojnë, këmbësorët s'kan gati ambajnë, e tjerët s'kan ku t'i hudhin mbeturinat. Kjo gjendje alarmante tash e sa kohë është kthyer në tmerr për banorët e fushë Kosovës, të cilët me apo dashje duhet i bien asaj rruge. Më të rrezikuarit janë fëmijët, nënat dhe pleqt. Edhe u pikon në smut ka dale, po du të se po du nga përzona që u shia, po zdi se herë gati më zdu më bo kërsh. Se kjo plot gull, plot kahteq, e kanë prish, e kanë armi. Këta më venë që mi nrejt verës, këta dimit ja kanë isë, po tash. Qytetari tjetër thot se veturat në trotuar po ja vështirësojnë jetën. Vallaj, bana pengojnë kjerët në për trotuare, po i parkojnë, që aty të lashet, ma të mba që aty për kjerët. Po jo probleme, s'kum po, se ju më ruave që rrezik e na ko gjithë. Tash do të me vazhdu punimet, e ka morë kjo i riu, tash. Uj, kondesht ata që që ka nisë, e së kondesht mi nisë e milion kërkundisë. Që do të thuja? Po ja the ati. Banorët e fushë Kosovës në listën e madhe të pakënaqësive e kanë edhe papastërti në qytet, kjo nga mos grumbullimi i mbeturinave për muaj të tërë. Pengon pastrimi. Pastrimi në vend por duhet më konë ma pastër që më mujtë më rinia më jetuat se kështu pa pastër kretë. Kam pos rosti që një muaj s'na kanë marrë mbeturina, to duhet me i pagu dikun me hikë. Ndonë se janë korrekt me pagesa, qytetari Mllefosur thot se shërbimi është zero. Rraf që një muaj ditu në mbeturina ti paguaj, zime me marë, që aty të remedje kam shpinë. Nuk vinë, a unë regullisht i paguaj. Zinë. Ka herë për nale veç për keshën me kamerën, shkojnë, si marë. A unë për i paguaj, me konë që si paguaj, jo vëllaj s'për i marën. A keni po ankesë? Pa i s'kom po kështë për i marën, hajtë mësë me shku me bo problem. Ata s'për i marën. Mosha nuk e ka ndaluar një banor që të kujdeset për ambientin. Vullnetarisht ditë apo natë s'ka rëndësi, ai i largon mbeturinat. Kur t'i shoh, vallaj në tërë me konë i heki. E kom fshisat kë më ka pa, e heki një 100 metra, e heki, e buj, me fshisi fshi. A pet njës të mushën të. Banorët janë të pakulturuar sipas tij dhe pa pastërti, sikurse në fushë Kosovë ai nuk ka parë askund tjetër. Ja, për Kosovë nuk kom pa, vend ma i papastër si këtu. Për qëtu, si jo mundë që 6 vjetë jam, me këto për një të rri, nuk kom pa kërkon shkojnë Gjakove, në Pejë, në Klinë, shkojnë i Klinës jam, nuk kom pa se ku që tu kërkon. Ma marë në kohë. Edhe në Klinë si të ma gjopë. Ta gjunë për lovën pe banesa me zëndi. Pe banesa, kom gri. Ku kom e shku ma zimo. Ai thot se i ka rënë pishman që ka vendosur t'jetojë në këtë komunë, prandaj ai do të rikthehet në vendlindjen e tij në Klinë. Halli i banorëve është edhe rritja e çmimeve, të cilat janë të papërballueshme me këto paga. Koga ta pidypin, e për rritin mbeturinat 6,20 centi kanë mon, 5, 6, 7 sa dunë. Ujtë për që kanë bo, ujtë të të beshtretu, se pa atjelen shumë. Ati sëmë ka ardhuj mu me 2 vetë jo mëne. 18 tërë ujë kom pagu, po ku kini pra ashtu. Gjermoni nuk ka, unë i kom 2 qikë ardhuj në Gjermoni, nuk ka ma shtrenë që këtu, rrymen për ta shtretan. E ta që do qeveria, po që pa qeveria për të zotit. Tu të me ko për zotit 300 euro, edhe nuk delë. Qëtë, ti vetë e din, pensioni madhë, po qëfar e mundin 6 euro një tomë në bua ka mu. Që unë i kom një vetë 6 euro, nuk të rajnë.